Jo. Sot është një ditë e rëndësishme, një ditë jetike për Tiranën, që do të kërkojë qëndrimin mes më të mirave të futbollit në vend dhe për të arritur këtu duhet fitoj përballë Dinamos këtë takim në transfert. Ju përshëndes mirë për drejt nga Arena Ignatia e qytetit Rogozhinës. Do të jemi së bashku me Dinamo Tiranën. Takimin që mbyll javën e 36 biznes superiore, luhet njëkohësisht në të 5 stadiumet, por fillimisht ju njoh me formacion Mani Vera, Mici Sole, Rafael Bajrovic Agjiu për Gjoni Smatla, Zharmuni për Bledi Shkëm, informacioni i skuadrës Tiranës, ndërkohë që do të gjykoj Florian Lata, i ndihmuar nga Emigres Ganxhi dhe Recep Muzhaqi. Shohim dhe kapitenët e të dyja skuadrave, Dita e Përgjoni, ndërkohë do t'ju njohim dhe me formacionin. Ky është ekipi i VAR me Manuela Rusën dhe Olsit Ferataj. Ndërkohë që Ermis Qelaj është gjyqtar i 4 plani parë për Ilir Dajen, që luan me Teqja, Rufati Hoxha, Vila, Bregu, Maliqi, Jonuzi, Dita, Meksi, Loran dhe Qardaku për skuadrën e Dinamos. Plani parë për Bledi Shkëmbi në këtë derbi të kryeqytetit të fundit, 2 fitore për skuadrën e Dinamos. Një takim është zhvilluar në barazim dhe luhet sot dueli i 4 i sezonit me skuadrave, me Dinamon të pozicionuar në vendin e 3, 55 pikë për kryeqytetasit, për Dinamovitët, ndërkohë 36 pikë për Tiranën, e cila sot llogariti bën e varur edhe nga kundërshtar. Gjithsesi, fitoria është rezultati i vetëm që Tiranën e dërgon në zonën play-out dhe më pas për të njohur kundërshtarin e saj ditën e nesërme në duelin mes skuadrave të Pogradecit dhe Besës. Është pikërisht një nga 2 skuadrat e cila pas përballjes ekipi që fiton ndeshet pikërisht me skuadrën e fundit të 8. Luhet paralelisht në të gjitha stadiumet, 5 takime në orën 15:30. Vëmendja është në Partizani Elbasani, zona Final Four. Vllaznia pret Laçin në Loro Boriçi për të siguruar vendin e dytë skuadra shkodrane, ndërkohë që Bietesa luhet në një duel kok më kok në Korçë në stadiumin Skënderbeu Bylis, ndërkohë që Teuta dhe Ignatia përballen mes tyre në sfidën tjetër me Teutën tashmë të shpëtuar, qëndron mes më të mirave të futbollit shqiptar mes shumë vështirësive skuadra dursake, ndërkohë që për sa i përket Ignatias i mjafton një pikë për të siguruar vendin e parë në sezonin e rregull. Nis në këto momente dueli i kryeqytetit, por që zhvillohet në Arena Ignatia dhe jemi mësuar për të parë duelet të kryeqytetit dhe derbet pikërisht jashtë Tiranës në shumë herë të tjera, madje edhe më larg se Rogozhina apo Elbasani, ku Dinamo është pikërisht skuadra që ndeshjet e saj të shtëpisë zhvillon në Elbasan Arena. Do të jetë kapiteni këtu Rustem Hoxha. Është, më falni, zëvendës kapiten Rustem Hoxha, pasi kapiteni i skuadrës është Bruno Dita dhe i rikthyer sot të luajë titullar pasi problemit gjatë me pulpën. Tashmë rikthehet në formacion Bruno Dita dhe mban ai shëritin e kapitenit për skuadrën e Dinamos. Të topin brava tek portieri Teqja. Vjen ky kërsim zonë, Agjiu Bajrovic, vetëm me prek nuk arrit të dërgojë në port.
Loran Bregu, luan edhe Devi Bregu titular sot. Ako që nuk mungojnë tifozët bardhë e blu, Tirana Fanatik, edhe në këtë takim sot në mbështetje e skuadrës për të thënë gjithçka, për të maksimumin në objektiv qëndrimin mes më të mirave. Tu mbyll numri 2 Vera, i fenomenuar për skuadrën e Dinamos, nuk citohet Rufati, e lë për Loran, do të jetë që të kryer i fenomenuar, kujtojmë që Loran pozicionohet në rolin e mbrojtësit të majit sot, kujtojmë që në sfidën e zhvilluar ndaj skuadrës së Vllaznisë për kup ishte pozicionuar në mesfush me një mbrojtje me 3, tekniku Ilir Daja në atë përballje që këtu Devi Bregu e ndjek Kola shumë larg pozicionit ti, por për të mos lejuar një nga më problematikët e Dinamos si Devi Bregu. Rikuperon këtu Kola, niset Zharmuni në dueli me Rufatin, që francezin e ka topin kontrol. Zharmuni, kalon mirë, kithje Zharmuni, drejtohet zonës, Zharmuni! Largon Hoxha, e më pas Rufati, këmgull Vera, kithje Vera, provon krosimin, mbyllet, goditje nga këndi, një Tiranë të cilën e kemi parë shpesh që të bëjë nisje të mira të takimeve, një Tiranë e cila ka rritur në shumë raste të shënojë para, madje dominojnë në fraksionin e parë të lojës, por nuk ka stabilitet brenda një ndeshje, ajo që ka vuajtur skuadra e Bletit Shkëmbit në përgjithësi, por edhe në kohën e Maganit, ishte një skuadër që tetërsoi në pjesën e dytë me drejtimin e të dy trajnerëve. Shohim se si do të jenë gjërat sot për Gjoni. Bajrović me aty topi, nuk tregohet i vëmendshëm Bajrović. Tjetër rivëni me duar, do të shkoj edhe një tjetër Vera për të kryer rivëni me duar. Të shohim këtë rivëni me duar të Verës. Vera për Bajrović, mbetet aty topi, Bajrović, Rafa për Gjoni, nuk ka faull, vjen loja. Soler, luan si qendërmbrojtës sot në treshe, së bashku me Kolën dhe Micin, në problemet fizike të Dembeles. Selmani, sërish për Soler, që për para drejt sulmit, ka këtë top gjatë për Përgjonin, e ndalë për një qatë Qardaku, Mici Haqiu, duan nga majta Rimal Haqiu, Smaci për Rafën, brapa dhe një tjetër tek Soler, Kola, Vera në krahun e djathtë, por ndërhyn me njerë Loran, topi i shpëton nga këmbët dhe kontrollon sërish të skuadra e Tiranës. Selmani, shohim rolin e një mbrojtësi për avancimin që bën nga zona e tij. Shpikërisht ajo që dhe tekniku Bledi Shkëmbi i kërkon të jetë sa më shumë aktiv në organizimin e manovrës tek Tirana, duke qarkulluar topin. I qeti Lirdaja, ndoshta sot merr përgjigje nga disa lojtarë cilët nuk kanë patur ato hapësirat e duhura gjatë kampionatit, dikush për dëmtimeve dhe pikërisht në një moment decisiv të sezonit ku luhet finalja e kupës, luhet Final Four, luhen dy gjysmëfinalet dhe finalja. Dinamo do të luftojnë në të dy frontet, aty ku kundërshtar ka Ignatien në finalen e Kupës Shqipërisë. Topi gjatë i Selmanit, kërkohet Rimal Haqiu. Rimal Haqiu është një ish i kësaj sfide, ashtu si Smaci në krahun tjetër, kur provoi të luante me Dinamo përpara aventurës në Izrael.
Edhe një tjetër Loran. Avancon vetë, arsyeton dhe kthehet për të çakulluar topin. Gjithashtu Jonuzi është një tjetërish, dikur bardhë blu. Tashmë me Dinamon. Maliqi. Bruno Dita, Meksi Dita sërisht. Çarkullojnë lirisht topin. Lojtarët e Dinamos është Devi Bregu, Maliqi, ispostuar në mesfush sot. Dita edhe një tjetër Loran, Bregu e ndihmon pranë tij, e mban topin gjithë Loran. Shkurtimisht Jonuzi vjen topin kanë në djathtë për Meksin, provon ta marrë, nuk ka faul. Nuk arrin as Qardaku, Rimala Xhiu dhe faul në favor të Tiranës. Kemi këtë ndërhyrje të gabuar ndaj Rafa. Soler. Zharmuni. Dalet në mënyrë të parregull dhe francezi, ku t'i lirë është Bruno Dita që nuk e lejon të avancoj. Mici, topi drejta Xhiut, ndërhyn Hoxha për Gjoni me Qardaku në atë duel. Qardaku vjen dhe Mici, Hoxha e ndjek Rimala Xhiu, mbrapa shkon topi tek portieri Aldo Teqa. Jonuzi, edhe një tjetër Rustem Hoxha. Maliqi. Rufati, edhe një tjetër për Maliqin. Jonuzi. Bregu. Shohim se ku gjendet Zënjati. E njëri krahun tjetër, Meksi për Qardakun. Fiton rivendje me duar Shkodrani, goditje lirë. Rivendje me duar për skuadrën e Dinamos. Ishim dy lojtarë që ndërhyrën, por gjithçka ishte rregull në ndërhyrje. Qardaku. Takon edhe një tjetër Meksi, gabon në pasim. Topi kalon për Tiranën në rivendje me duar. Dyrin Jonuzi. Më pas është Haxhiu. Top i larguar nga në Rustem Hoxhës. Kërkohet një top. Për Gjoni, dueli me Meksin. Provon gjej Bajrovicin, ndërhyn edhe një tjetër Hoxha për Gjoni sërish. Bajrovic nuk ka faul. Vjen aty Qardaku, por Rafa ja rrëmben topin. Me se duket Rafa prek topin i fundit, rivendja me duar i takon skuadrës së Dinamos. Nuk ka rrezik në asnjërin krah. Duele më së shumti mes fush, topa që shkojnë zhvijave kufizuese. Ato që kemi parë në këto 12 minuta të Arena Ignatius mes Dinamos dhe Tiranës në ndeshjen e fundit të kampionatit të sezonit rregull në derbin e 4 të kryeqytetit me skuadrave. 2 fitore për skuadrën
e Dinamos, një sfidë mbyllur në barazim. Soler, gjem për Gjonin. Kjo ndërhyrje e Maliqit është e gabuar. Shohim nëse do të kemi karton në këtë momente, apo jo, nga ana e gjyqtarit Florian Lata. Diçka komunikon edhe me kapitenin e kryeqytetësve të Bardhen Bluve, që sot luajnë me uniformat e zeza tek Tirana. Shohim edhe një tjetër, kjo është ndërhyrja. Vetëm goditje lirë. Rafa, shë lëvizin e vera, topi është mjaft i sakt. Meksi mbrapa për Hoxhën. Kemë ndërhyrje të gabuar ndaj Bregut, goditje e lirë. Shohim këtu Rimala Gjiu, vjen goditja. Kemi faul në favor të Dinamos. Ka probleme edhe për Rustem Hoxhën. Do t'jetë stafi mjekësor në këto momente i skuadrës së Dinamos për t'i ardhur në ndihmë pikërisht të Hoxhës. Shohim dhe lëvizjet tek Stoli. I Dinamovitëve. Dëmë Çelkupa, Ali, Qefalia, Tiago Nani, Karamba, Itodo Mandela, Zabërgja, Adrian Doçi, Sali janë të gatshëm tek skuadra e Dinamos, ndërkohë që në krahun tjetër, portieri Arizaj, Dembele, Henry Marku, Emiliano Mihana, Akileo Ndreca, Sergio Vogli, Qëndrim Ismaili dhe Ermal Meta. Kujtojmë Gjurësi dhe Ernest nuk janë të gatshëm, ndërkohë që tek skuadra e Dinamos mungon Toli për shkak të problemeve, ka ndeshje që mungon Mesfushori. Është mungesa e vetme në një moment decisiv të kampionatit për teknikun Ilir Daja. Ja rikuperuar pjesa më e madhe e lojtarëve, kujtojmë probleme gjatë kampionatit. Kam patur dyshja e sulmit si Toto Mandela dhe Devi Bregu, të cilët kanë qëndruar për shumë ndeshje larg fushave, gjithashtu Bruno Dita. Shohim të zbritje të Loran në duelin e shpejtësisë me Vera. Ka mbyllur Ansori Diath dhe topi. Ndërkohë ka gola në dy prej sfidave, atë të Korçës, ku Skënderbeu dhe Bylisin janë në barazim 1-1, dhe ashtu dhe Teuta Egnatia në barazim 1-1. Shohim të dalit të Tiranës, Rimala Gjiu, Rufati më shpejt, arrin të ndërhyjë rrezikshëm
një hap përpara, nëse ishte Rima Laxhiu, llogarit mund bëshin ndryshe në atë aksion të skuadrës së Tiranës. Shëntu Rustem Moxhën, nuk ka faull, gjithçka rregull. Do të jetë Meksi në rivënie me duar. Mbrapa dërgon topin tek Bruno Dita. Ky për Teqen. Mjaft mirë lojtarët e Dinamos dalin edhe një herë përpara me shpejtësi. Është Devi Bregu në krahun e majt, Kola Pranti, Devi Bregu. Ndjek Kola, gjithnjë Devi Bregu, mbrapa pasimi. Maliqi, Vila, Maliqi sërish. E dërgon tek Rustem Moxha. Kthehet metra pas për të kontrolluar. Edhe një tjetër Lorenzo Vila. Ka një përplasje mes Vilës dhe Përgjonit i dëmtuar Lorenzo Vila. Shohim edhe një tjetër. Ngrihet në këmbë numri 10. Kërkon presingun Bledi Shkëmbi, ndërkohë që janë të qetë në prapavijën e Dinamos. Rufati. Bregu. Shohim sa poshtë spret për të marrë topin. Jonuzi. Nuk ka faull, nuk arrin as Bajrovic, vjen kontrollin e topit. Bruno Dita provon të nxjerr Dinamon. Maliqi. Meksi. Edhe një tjetër Dita, provon atë vertikalizim, Mici. Nuk arrin të largojë si duhet, Çardaku kontrollon për Dinamon. Meksi. Më pas Maliqi. Loran avanco për para, gjithnjë Loran. Bregu. Pozicion goditës Jonuzi, por gjen pasimin në të majt tek Loran. Edhe një tjetër. Meksi. E dërgon topin brapa tek Rustem Moxha. Zharmoni kërkon skuadrës të ngrihet lart. Tirana provon të jetë e kujdesshme, nuk kërkon të rrezikojë asgjë. Kërkon të jetë sigurt, ndoshta për të gjetur një manovër, një mënyrë për të dalë përpara, por jo për të kaluar në aventurë, pasi është ende shumë shpejt kur luajmë vetëm 20 minutat e para të sfidës. Ka bon këtu Hoxha, topi shkon jashtë vijave kufizuese. Edhe një tjetër Kola e mbron topin që shkon sërish jashtë vijave kufizuese. Vjen me duar i takon sërish të skuadrës së Tiranës, është Rafa, sërish Kola, drejt Haxhiut. Gabon Haxhiu, kërkoi të shërbente më një herë. Soler, ka faull ndaj Lorenzo Vilës, goditje e lirë. Shohim tu Hoxha në vështirësi e kthen brapa tek Teqja, i cili gjen me një Rufatin. Një fantazh tjetër i Dinamos është që edhe portieri luan në fyrë këmbë, ndërkohë këtu ka pun Bruno Dita, Valid Zharmoni nuk arrin të shërbej dhe rivënie me duar. Bruno Dita
e të prondisi, por me një ritëm të munguar kapiteni. Nga shtavonon pak në veprimet e ti, do të bëj kujdes. Top Zharmuni, Maliqi nuk largon dhe Teqa del për të kontrolluar. Pregu. To për para, Del Selmani, largon portieri. E ullë mjaft mirë Smaci, Zharmuni. Për Bajrovic, pozicioni është i rregull me sa duket. Bajrovic e kanë kontroll, Bajrovic vjen kërësimi për Gjoni në shtyllën e dytë, vjen aksioni për Gjoni. Mbështet dhe Mici, për të është topi Mici, ky kërësimi lartë. Nuk arrin të godas asnjë për lojtarëve Tiranës. Dinamovitët provojnë dalin me shpejtësi, nuk e merr si duhet Loran. E rifiton Smaci në atë duel, edhe një tjetër Rafa! Qendrore. Kontrollon Aldo Teqa. Pozicional Aldo Teqa ka arritur të kontrollojë Meksi. Ka bon pasimin. Tashmë provon të vendoset mirë në fush skuadra e Tiranës për të mos lënë hapësira ndaj kundërshtarit për Gjoni. Rafa gabon Vila. Gabon edhe ai nuk ka faull, diçka rregullt. Soler gjen Zharmunin, më pas edhe një tjetër Zharmuni për Haxhiun. Mbrapa vjen topi tek Mici, por ka një pozicion e shloje. Ndalet loja pas sinjalizimit të asistentit Muzhaqi. Selmani. Kon këtë top të gjatë drejt Rimal Haxhiu. Edhe një tjetër Haxhiu. Sërisht një top i jashtvijave kufizuese, rivënie me duar Meksi për Dinamon. Qardaku. Edhe një tjetër Meksi. Ka faull të Rafës, goditje e lirë, tjetër ndalesë e lojës. Mungon në ritmi. Ndalesat vjojnë tjenë të shumta, topat që shkojnë jashtvijave kufizuese. Kjo është panorama e këtyre 26 minutave të zhvilluara. Ende nuk kemi parë një goditje të rrezikshme, vetëm pak qaste më parë kur Teqa ishte pozicional në një tentativ të Rafës braziliani. Gjeti portën, por edhe portieri Aldo Teqa pozicional me shtyllave. Topi takon Tiranës me Soler që e dërgon pikërisht tek Vera në krahun e djathtë. Nuk kemi parë shumë inkursione të Verës deri në këto çaste. Është një lojtar i cili është në një përgatitje të mirë fizike, provon shpesh daljet në krah, duke sjell jo pak probleme për kundërshtarët. Zharmuni. Sa poshtë zbret francezi për të marrë topin, për të marrë pjesë në organizimin e manovrës tek Tirana. Soler. Shojmë lëvizjen e Bajrovic, Smaci kontrollon topin. Edhe një tjetër
janë lojtarët e Tiranës, Kola për Bajrovic. Shohim Zharmuni, Vera nuk ka pozicion e shloje, të paktën për momentin. Vjen kërësimi për Gjoni! Ja shkon, por kemi një flamur të ngritur, respektohet protokolli i VAR. Edhe pse Muzhaqi ka rritur ta shohë atë pozicion e shloje. Edhe një tjetër ka lejuar që loja të vazhdoj dhe pas përfundimit të aksionit të sinjalizoj pozicionin e shloje. Rufati, shkurtimisht të mbrapa tek Aldo Teqa. Hoxha avancon vetë gjithnjë Hoxha. Jonuzi e ndjek Smaçi. Këtu ka bon Maliqi, i dhuron topin Tiranës në rivendim e duar. Kola e lë për Vera. Ky mirë drejt Zharmuni në duel me Rufatin, provon ta ul Zharmuni. Zharmuni ka lënë mjaft mirë. Zharmuni, tjetër kalimi i Zharmuni. Ndërhyn Rustem Hoxha. Zharmuni kërkoi të triblonte këdo që i doli përpara, por në fund të ndal nga Rustem Hoxha. Edhe një tjetër shohim numrin 5, eksperienca e Rustem Hoxhës. Vjekërsimi Axhiut, goditja me kokë në rjet, shënon Rafa, 1-0, Tirana zhbllokon shifrat. E 29 minut, vjen goli. Shënon Tirana me anë të Rafael. Një me 0. Gjejnë rrugën e rjetës lojtarët e Tiranës. I kërkon në minjerë që të kthehet në gjysmëfushën e tyre. Florian Lata përfitojnë nga momenti për të edhe një herë tjetër shohim i pambuluar në qendër zonës, godet me kokë dhe gjen rrugën e rjetës. Në vendin me duar Meksi. Shohim ka probleme për Micin. Shkritur në këmbë Mëngjarashi. Blendi Mici. Ndërkohë që Lata këshillon Zharmuni në rivendim e duar për Dinamon. Tu kemi patur këtë shkelje të Qardaku ndaj Micit. Do të jetë Mici në rivendim e duar për Gjoni. Këto përpara Zharmuni për Gjoni. Bajrovic, edhe një tjetër Zharmuni, por gjyqtari Lata ndal lojën për një ndërhyrje të gabuar ndaj Bajrovic dhe kemi goditjen e lirë për skuadrën e Tiranës. Vetëm një sfidë e cila nuk ka gola është ajo
e kryeqytetit mes Partizanit dhe Elbasanit. 0-0 në ndeshjen që vlen vendi 4 për zonën Final Four. Këtu Rafa Rimalaxhiu e kthen Rustem Hoxha. Më pas Mici, Rafa edhe një tjetër Bajrovic. Del Teqja kontrollon. Teqja, Bruno Dita. Jonuzi, Dita sërisht, edhe një tjetër Jonuzi i ndërhyn aty. Smaçi ja merr topin, Smaçi sërisht. Bajrovic e kanë kontroll, gjithje Bajrovic, sheh lëvizjen e Përgjonit për të pasimi, ul Përgjoni, ka mbështetjen e Haxhiut. Përgjoni, Mici. Rafa. Vjen ky topi Micit, por gabon Devi Bregu, edhe ai gabon, nuk e kontrollon si duhet. Kola për Vera, kanë sërish kontrollin e topit tek Tirana, provohet krosimi, nuk largon si duhet Bruno Dita, vjen kjo goditje Bajrovic, topi që devijohet, rapon Loran, eviton goditje nga këndi, por ka rivetim e duar për skuadrën e Tiranës. E 34-ta minutë në Arena Ignatia për të mbyllur javën e 36 të Abiznet superiore. Tjetër top në zonë. Zharmuni edhe një tjetër Vera, ka mundësinë e arkimit, vjen i lartë Përgjoni. Dueli me Qardakun, Përgjoni e kthen mbrapa tek Mici, betën përpara lojtarët e Tiranës, Soler. Edhe një tjetër Mici, i lirë është Përgjoni. Me një shkon topi tek ai, mbështetet edhe Haxhiu, e merr atë top Rimalaxhiu, vjen krosimi për Vera brenda zonës. Zharmuni ka pozicion e shloje. Do përse përket rezultateve në kohë reale në këto momente që zhvillohet kampionati, Ignatia 60 pikë në vendin e parë, Vllaznia 57 në vendin e 2, Dinamo 55 në vendin e 3, Elbasani 51 në vendin e 4, po aq sa ka dhe Partizani në vendin e 5. Teuta 42 në vendin e 6, Bylisi 40 në vendin e 7, Tirana 39 pikë në vendin e 8, Skënderbeu 39 pikë në vendin e 9, dhe Laçi 37 pikë në vendin e 10. Gjithmonë rezultatet në kohë reale, barazim në të gjitha sfidat e tjera, me përjashtim të Partizani Elbasani që është 0-0, takimet e tjera janë barazim 1-1. To janë rezultatet në të gjitha stadiumet e tjera ku po zhvillohet kjo javë 36 të Abiznet superiore. Largon Selmani, ryn Meksi me kokë, më pas Dita fiton duelin me Haxhiun, por lojtarët e Tiranës kontrollojnë sërish. Këto për Zharmuni, nuk e merr për pak, nuk e mbrin dhe kontrollojnë lojtarët e Dinamos. Edhe një tjetër lojtarët e Dinamos me topin kontroll.
top në zonë, kontrollon Selmani. Kemi një tjetër faul edhe një tjetër topi i takon skuadrës së Tiranës. Është Jenuzi që e shkakton faulin. Merë ndihmën e stafit mjekësor. Në këto momente Smaçi, ish lojtari i Dinamos, ish lojtari i Apollonisë, përvoj aventurën në Izrael. Një situatë as pak të qetë mes problemeve Izrael-Palestinë. Një nga arsyet ishte pikërisht ajo situatë që la Izraelin dhe u rikthye në Shqipëri, ku në janar ndër disa oferta pa u menduar 2 herë zgjodhi Tiranën për të vijuar karrierën e tij. Ishte ndër afrimet e pakta tek skuadra e Tiranës. Do të jetë Selmani në këtë goditje të lirë. Topi gjatë i tij me 10 lojtarë Tiranës. Smaçi është jashtëvijave kufizuese. Këtu nuk ka faul në ndërhyrjen e Hoxhës ndaj Jarmuni. Lojtarët e Tiranës kanë sërish topin kontroll. Rafael, autori i golit. Brava tek Selmani. Kthej edhe Smaçi. Tashmë barazohen forcat në fushë. Nuk nxitohet Selmani. Sheh lëvizjen e vera drejt ansorit të djathtë, shkon topi. Ndërhyn Loran. Fiton duelin ajror me tjetër lojtar të ngjashëm në fizikun e Loran, si që është vera, 2 lojtarë shtatshkurtër, por 2 lojtarë energjik, 2 lojtarë të shpejt, 2 lojtarë cilët luajnë mjaft mirë me topin. Ryn Bruno Dita, topi shkon mbrapa, Meksi, teqja për tek Loran, Rufati gabohet në pasimin për Devi Bregun. Topi gjatë. Këtu teqja përpara vera largon topin. Jarmuni fiton duelin me Bregun, edhe një tjetër Jarmuni mbrapa pasimi. Topi gjatë i Selmanit për Gjoni. Gjiu nuk arrin pasi Hoxha largon, edhe një tjetër për Gjoni. Ul për Rafael, sërish kapiteni. Avancon vetë për Gjoni. Jarmuni e lë për vera. Pritet krosimi, vjen i lartë Gjiu. Shohim nuk arrin ta mbaj brenda vijave kufizuese. Rivënie fundore për portierin Aldo Teqja. Ka i parë për Imala Gjiu në minuta 42. Në Arena Ignatia 1-0 kryeson Tirana me golin e realizuar nga ana e Rafael në të 29. Një goditje me kokë gjeti rrugën e rjetës. Qerdaku. Dita gapon sërish kapiteni Bajrovic. Spektakolar, fluturon Aldo Teqja dhe kontrollon goditjen e Bajrovic. Sërish Bruno Dita.
Smaçi. Vila. Qerdaku. Mbështet Meksi. Edhe një tjetër Qerdaku. Dita. Vjen mbështetja Loran krahun e majt, për atë shkon topi. Pozicionohet Devi Bregu. Jonuzi. Vila. Loran. Tjetër top që kthehet pas nga lojtarët e Dinamos. Hoxha horizontalisht me partnerin e qendrës mbrojtjes Rufati. Kapiteni Bruno Dita, sërish Rufati, vjen dhe Vila për të marrë topin. Bregu, Qerdaku, çarkullojnë topin lojtarët e Dinamos. Shohim thuajse gjithë skuadra e Tiranës me përshtim të zharmonik poshtë linjës së topit, me një mbrojtje me 5. Ndërkohë shohim tu Dita. Bruno Dita shfaqet në zonën e Tiranës, e majta e tij diagonale shkon jashtë. Provon rrezikshëm në këto momente. Edhe një tjetër shohim kombinimin dhe majta e Bruno Ditës. Topi gjatë i Selmanit. Loran, jemi në minutën e fundit të kohës rregullt dhe kjo ndërhyrje e Kolës si atë goditjen e parë nga këndi për Dinamon në këtë takim. Largon Tirana topin nga zona, provon të niset me Rimala Gjiun. Vera drejt Zharmuni topi. Ryn Jonuzi. Shohim këtu Smaçi. Bajrovic për Rimala Gjiun, shumë i shpejt Gjiu. Arrin të kaloj teqen Gjiu, goditja, ja shkon Rimala Gjiu, çfarë shpërdoron? Provon Dinamo të niset me shpejtësinë krahun tjetër, ndërkohë që kemi 1 minutë shtesë në fundin e pjesës parë. Nuk ka më kohë, thot Lata, mbyll tu pjesën e parë, kryeson Tirana përballë Dinamos në shifrat 1-0. Vendos goli i Rafael në minutën e 29 të përballjes. Do të jemi sërish bashkë miq pas pushimit të shkurtër. Jemi rikthyer miq me pamje të drejt për drejta nga stadiumi Arena Ignatia, bëhet gati për të nisur pjesa e dytë e takimit mes skuadrave të Dinamos dhe Tiranës. Pjesa e parë mbyllur me avantazhin 1-0 për skuadrën e Tiranës, me golin e shënuar nga ana e Rafael në minutën e 29. Një ndryshim në këtë pjesë të dytë për skuadrën e
Dinamos, Rustem Moxha ka mbetur në dhomat e zhveshjes dhe vendin e tij e ka marrë Qefalia. Tashmë kemi lëvizjen që ndoshta deri diku të gjithë kishin menduar në një ndryshim të tillë. Bruno Dita pozicionohet në qendër të mbrojtjes së bashku me Rufatin. Një dyshe që nuk e kemi parë të luajë mes tyre, do të jetë në këtë pjesë të dytë. Të shohim se si do të shkojnë gjërat, edhe pse për Dinamon vendi i tretë është i sigurt në kampionat. Nisë në këto momente 45 minutë i dytë i derbit të kryeqytetit që zhvillohet në Arenën Agnatia të Rrogozhinës. Takimi i fundit për kampionatin e rregullt me 36 javë përpara se të shkojmë në Final Four. Rezultate që Dinamo e ka siguruar zonën Final Four, ndërkohë përsa i përket Tiranës, me këtë rezultat është në play-out momentalisht dhe ky rezultat i mban në këto pozita ekipin kryeqytetës. Shojmë këtë dalje të Tiranës. Kontrollon Dinamo me Bruno Ditën. Minuta e 47. Luhet në Arena Ignatia. Shem këtu edhe një tjetër kapitenin që ndron në pritje Tirana. Bajrovic rikuperon në mendimin edhe të Rafës, këto për Zharmuni drejt zonës. Del të kontrollon Teqa. Me Kok Mici për Gjoni. Ishte i top i larguar nga Ana Soler. Me Rufatin kontrollojnë lojtarët e Dinamos. Dita edhe një tjetër Rufati. Maliqi. Mbyll aty Vera. Edhe një tjetër Vera. I top për Përgjonin. Mici. Shojmë Bajrovic, shedalin e Vera për të topi. Vera vjen në zonë, i pasim mbyllin me Rufatin në pas Loran. Vera e prek i fundit, topi shkon në rivën e fundore, i takon Aldo Teqes. Edhe një tjetër Vera, kemi një faul, ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar Lora. Gjërit e lirë për skuadrën e Tiranës. Do t'jetë Vera në rivëni me duë në këtë goditje të lirë. Ergohet ai e lë topin për Gledi Micin. Edhe një tjetër shojmë atë ndërhyrje të Loran dhe Zharmuni. Gledi Mici, të shojmë çfarë do të sjellë ky moment.
Mici vjen kërësimi i lartë, del Teqa, kryeshton dhe dërgon në këndore, është e treta për Tiranën, kujtojmë në të dytën gjeti golin e avantazhit, pikërisht nga një këndore, arriti të zhbllokoj shifrat skuadra e Tiranës, edhe një tjetër arkimi Gledi Micit, fluturimi i Aldo Teqës për të larguar atë top, shkon në Rafael, nga këndi këtë herë, ai për të arkuar. Këtojmë është autori golit, vendos pikërisht rrjeta e tij deri në këto momente. Nuk arrin Bajrovic godas me kokë. Provon të dalë Dinamo, por Qefalia gabon në pasimin për Devi Bregun. Ideja ishte mirë, por mungoi saktësia në pasim me Qefalis, i cili provon të jap impulse të tjera mes fushës së Dinamos. Mici e dërgon topin mbrapa, aty ku është Selmani. Topi gjati Selmanit, gjen kapitenin për Gjoni. Rafael provon në kombinimin me Agjiun në këtë duel me Bruno Ditë. Agjiu vendoset mirë kapiteni, topi shkon mbrapa. Dhe këtu Aldo Teqa largon, por Rafael provon mbaj Tiranën përpara, ndërhyn Jonuzi, ka topin kontroll. Qefalia, më pas është Maliqi, niset me shpejtësinë të majt Lorenzo Villa, vjet kontrollin e topit, por i ndërhyn Kola, duke e larguar jashtë vijave kufizuese. Edhe një rrjedhë Dinamo me Rufatin. Qefalia. Shkon topi për Teqen. Jonuzi. Bregu. Maliqi. Qardaku. I thjen Qardaku. Shojmë Maliqin, provon krosimin, nuk largon askush topin. Devi Bregu kontrollon krahun tjetër. Loran. Jonuzi, sërish Devi Bregu, pritet e arkimi i Vlonjatit. Preferon pasimin për Qefalin, i lirë është Meksi në krahun e djathtë, për të shkon pasimi. Jorgo Meksi e kthen mbrapa te kapiteni Dita, me njerë për Rufatin, provon presingun dhe të shqetësoj prapa vjen e Dinamos Zharmoni, por nuk ja del. Bregu mes dy kundërshtarëve, ka kontrollin e topit, gjen edhe Meksin, i lirë Qardaku në krah, Meksi, qëndrore, kontrollon Selmani, vjen një tentativ nga distanca e Dinamos me Jorgo Meksi, hapësirën e kishte, goditjen e gjeti, por edhe Selmanin pozicional me shtyllave. Topi gjati Selmanit. Ryn Villa. Topi gjati Selmanit për Vera. Kontrollon Teqa, i vëmendshëm portieri. E qenë vendimtar në disa momente Teqa. Momentin e golit nuk është se kishte çfarë të bënte. Mbeti i pa lëvizur. Si goditja e Rafael ishte e pakapshme dhe shpejt. Duke ditur që goditi sakra brenda zonës i pambuluar, ndërkohë shohim këtë zbritje të Dinamos. Villa, gjithë Villa ndjek Soler, Villa nuk u mbet kohë Soler, por me një herë i ndërhyn. Do të kemi goditja e këndi për Dinamo në shtet dyta. Pa e parë dhe për tifozërinë bardhë dhe blu. 1-0
Partizani Elbasani 1-1, Skënderbeu Bylis 1-1, Teuta Ignatja 0-1, Sfida Joll dhe Vllaznia Laçi po 1-1. Rezultatet në kohë reale të gjitha sfidave. Ky krosim, shohim kjo goditje jashtë shkon e Maliqit, mund të kishte shërbyer pas për Qardakun, i cili ishte në një pozicion më të mirë. Tani parë për Maliqin, titullar sot mes fush. Ko që shkëmbi i kërkon Selmani tashmë të nxjerrë skuadrën në përpara. Kemi një top drejt të Zharmunis. Shojmë edhe një tjetër, ky është momenti i tentativës së Maliqit shkuar jashtë vijave kufizuese, shumë larg portës. Topi gjatë i Selmanit. Zharmuni, më pas është Smaçi për Rimala Gjiun. Rimala Gjiu, kjo goditje! Por ka flamur të ngritur. I rrezikshëm Rimala Gjiu me atë të djathtë potente, por llogarit përpara dushin bërë me pozicionin e shloje. Dhe sinjalizimi e Mirgres Ganxhit e bën të pavlefshëm vimin e aksionit për skuadrën e Tiranës. Dinamovitët kontrollojnë me Devi Brekun, edhe një tjetër zbret për të marrë topin, për të krijuar ai manovrën. Kola, vjen dhe Vila. Umberto Gulibrin i dhuron në rivënin me duar skuadrës së Tiranës. Shojmë tu Bajrovic për Rimala Gjiu në kthehen Rafa, provon goditje ndërin Maliqi, edhe një tjetër Rafael. Mici. Bravo tek Selmani. Tjetër topi gjatë i Selmani, thjerë kërkohet Vera, ndërhyn Loran me Kokola. Zharmuni provon të kaloj. Edhe një tjetër Kola, por përpara topi ka shkuar jashtë vijave kufizuese dhe i takon Dinamos në rivënin me duar. Do të jetë Lora në rivënin me duar. Qefalia. Smaçi. Provon të avancoj vetë, gjithë Smaçi. Smaçi e humbet topin. Ka bojnë dhe lojtarët e Dinamos. Vera shkon drejt fundores, provon krosimin, Rufati e mbyll. Ne kemi goditje nga këndi, ndërkohë që gati Ndreca. Shohim është Rimala Gjiu që e mbyll ndeshjen dhe në vendin e tij Ndreca. Kjo është lëvizja e Bledi Shkëmbit e para. Shojmë Rafael pranë topit. Vjen kërcimi, ergon mbrojtja Dinamo Smaçi. Bajrovic, edhe një tjetër Rafael, Loran pranë tij. Kthe topin brapa tek Vera. Sërish Rafa, Vera edhe një tjetër. Brapa dërgon tek Selmani. Për Gjoni, provon ta ulej. Ka shqetësimin e Maliqit, vjet kontrollin e topit, gjen Micin, i cili kërkon Bajrovic. Duelin me Meksin, del fitues Meksi. Jashtë vijave kufizuese topi i takon sërish Tiranës. Mici e dërgon topin sërish tek Selmani. Më pas është Soler. Vjen në qarkullimi i topit. Zharmuni. Kola e mbron mjaft mirë topin Zharmuni. Kohet Rafael Ndreca. Ky pasim
tek Bajrović, vjen goditja, ja shkon e djatha e Bajrović. Edhe një tjetër, u lirua, kërkoj një kënd, gjeti hapësirën, por nuk kishte shënjestër Bajrović. Bruno Dita. Gjardaku Meksi, tjetër gabim nga lojtarët e Dinamos. Vene me tuar i takon Tiranës, për Gjoni dërgon tek Mici, ky akoma mbrapa tek portieri Selmani. Për Gjoni. Bajrović. I dërin aty mjaft mirë Maliqi, më pas Vila, goditja. E mbyll. Edison Kola, vendimtar me atë ndërhyrje Kola. Qefalia, Loran e majta! Drithëruese, Loran me fat Tirana këtu. Çfarë goditje e Loran. Shohim edhe një herë tjetër. Fluturon Selmani, nuk e mbrin atë top, gjithsesi jashtë kuadratit përfundon. Top i gjati Selmanit. Ko Meksi e largon topin e zhvijave kuvizuese për t'i ardhur në ndihmë një prej lojtarëve Dinamos dhe me sa duket është Maliqi. Plani parë për Bledi Shkëmbin, diskuton me Sabien Lilen. Niko plani parë dhe për tribunën qendrore. Shohim presidentin Alili, Ardian Bardi nuk është sot i pranishëm për të ndjekur skuadrën në këtë përballje. Janë vetëm drejtuesit e tjerë të skuadrës Dinamovide. Zharmoni për Gjoni. Bajrović nuk mbrin vera për ta devjuar në port pranë golit të dy Tirana. Edhe një tjetër Bajrović. Probleme për Bruno Ditën. Shohim nëse është një problem i cili nuk ka lidhje me dëptimin që ka patur Bruno Dita. Gjithsesi kapiteni duket se do ta mbyll këtu ndeshjen gati Naser Ali. Ishte dhe mundësia për të pushuar Naser Ali, shumë ndeshje për të, shumë impenjime, duke llogaritur edhe pjesën e ekipit përfaqësues. Ka patur një kampionat të ngjeshur Naser Ali, e cili merr shëritin e kapitenit pas largimit të
Bruno Ditës dhe mungesës së Hoxhës është ai me shëritin e kapitenit në krah, ai që do të drejtojë nga fusha skuadrën. Shohim Valid Sharmuni, Kola. Edhe një Tirana duket më vendosur më këmbgulse. Luan fatet e sezonit sot dhe deri në këto momente e ka bërë detyrën, por misioni nuk përfundon, pasi do duhet edhe një tjetër takim me skuadrën e 8 me skuadrën e 3 të kategorisë së parë, e cila do të dalë nga çifti mes Pokradecit dhe Besës. Dhe Tirana e pozicionuar e 8-a. Ko që Skënderbeu Bylis 2-1 në Korçë. Dhe rezultatet momentale flasin për një tjetër renditje me Laçin dhe Skënderbeun që zbresin një kategori më poshtë, Tiranën të 8-ën. Jemi me renditjen aktuale, minut pas minute, duke parë gjithçka ndodh në të gjitha sfidat e A Biznes superiore për javën e 36. Interesant është dhe dueli mes Partizanit dhe Elbasanit, dueli Final Four. Në një ndeshje direkte ku Elbasani luante për 2 rezultate dhe Partizanit i duhesh vetëm fitoria. Momentalisht kuq fitojnë atë përballje. Ali. Rufati. Meksi. Konçardakun. Ryn Mici. Tjetër ndales. Këtë herë radha për ndihmën e stafit miksor është për Bajrovic. Probleme edhe për sulmuesin tjetër të Tiranës. Ndërkohë që Bledi Shkëmbi përfiton nga kjo ndalesë e lojës, kërkon Solerin të afrohet pranë tij, duke dhënë udhëzime. Gjithashtu Sabien Lila, ndihmësi i Bledi Shkëmbit, udhëzime për Zharmunin. Se duket Bajrovic do të lërë fushën e lojës, kërkohet ndrim. Shohim se çfarë do të ndryshoj Bledi Shkëmbi. Qëndrim Ismaili, gati për të vjedhur në fushën e lojës. Qertaku. Vera Zharmuni. I ndërhyn Zharmunis, ja marrin topin, jashtë vijave kufizuese përfundon më pas dhe rivënie me duar për Tiranën, ndërkohë që e mbyll këtu Bajrovic, do të lërë fushën e lojës në vendin e tij Ismaili. Ndërsa do të kemi tashmë më të avancuar Zharmunin dhe Ismaili që do të jetë në mes fush.
Vera për Ndrecën, provon ta uli Ndreca, i ndërhyn Maliqi. Qefalia, lëviz mira i shman kundërshtarët, gjen Meksin. Dhe një tjetër Maliqi nuk ka hapësira përpara, kthehet topi sërish mbrapa. Qefalia, Jonuzi, Loran. Provon të kaloj Verën, në mbyllaj. Rafa fiton duelin mes dy kundërshtarëve, dërgon topin mbrapa tek Kola. Soler. Smaçi. Topi gjatë më pas i Selmanit, ndërkohë që Zharmuni për Vera, edhe një tjetër Zharmuni avancon, Zharmuni për Ndrecën, ndërhyn Ali. Ismaili, Smaçi. Edhe një tjetër Zharmuni. Mes dy kundërshtarëve fiton duelin Rafael, e dërgon tek Përgjoni. Afrohet Ismaili për të marrë topin, Përgjoni e kthen pas. Vjon aksioni për Tiranën, Rafael sërish kërkon Kolën. Nuk kuptohet as Kola as Vera, jashtë topi. Ko që këtu ka faull ndaj Lorenzo Vilës, goditje e lirë për skuadrën e Dinamos. $60 pikë Ignatia, 57 Vllaznia, Dinamo 55, 53 Partizani, 50 Elbasani, të undra 42 baqë sa ka dhe Bylisi, Tirana 39, 38 pikë për Skënderbeun dhe Laçi 37 pikë, gjithçka në kohë reale përsa i përket renditjes dhe momentalisht Skënderbeu Laçi një kategori më poshtë, Tirana shkon në play-out, ko që Ignatia, Vllaznia, Dinamo dhe Partizani në Final Four. Këto janë të dhënat në kohë reale. Do të jetë Selmani në këtë rivendje fundore për Tiranën. Topi gjatë i tij. Ndreca provon ta ul. Ndërhyn Qefalia, më pas Rafa për Përgjonin, e ndjek Meksi. Përgjoni, mbrapa dërgon topin tek Mici. Edhe një tjetër Përgjoni. Ndërhyn Ismaili. To për Bregun, ndërhyn Kola. Mjaft mirë Edison Kola. Nuk e lejon Bregun, vjen kontrollin e topit. Loran, e mbet topin, Rafael Zharmuni e merr, i ndërhyn Jonuzi, rivënie me duar për Tiranën. Ndreca, Smaçi, dalet loja, i dëmtuar Devi Bregu.
Luhet minuta 75. 0-1. Gol i shënuar në minutën e 29 nga Rafael. Kola. Përvojt Ismaili ka qëru fati e dërgon topin brapa tek Teqa i cili kontrollon pa probleme. Ali Qefalia. Tjetër top i kthyer mbrapa. Qarkullojnë edhe njërë tjetër lojtarët e Dinamos, kërkohet Qardaku për Gjoni. E kthen mbrapa. Ali. Bregu, sërish i lëvizshëm, e dërgon topin tek Meksi. Ka shpenzuar shumë Devi Bregu, sa në pjesën ofensive dhe në atë defensive, ka sëpritur poshtë për të marrë topin, për të organizuar manovrën e Dinamos. Dinamo e cila nuk ka arritur të dalë në lojën e saj. Moment që ndoshta për të veçuar është pikërisht një goditje e Meksit nga distanca, por nuk e shqetësoi. Probleme për Micin atë të përplasje. Edhe një tjetër stafi mjekësor, ndoshta Tiranës i shërbejnë në këto momente, këto pauza, këto ndalesa. Pasi frymarrja uli ritmin të ndeshjes, ndërkohë shohim në heshtje si rrallë herë mund t'i shohim pa entuziazëm tifozët e Tiranës. Shohim dhe tribunën qendrore, këtu stoli i skuadrës së Dinamos. Nuk ka probleme për Gledi Micin, do të rikthehet në fushën e lojës, gjithçka do të nisë me goditjen e lirë për ekipin e Tiranës. Selmani me këtë top përpara, Andreca ndërhyn me kokë, por shkon në duart e Teqes, përfundon topi. Edhe një herë tjetër shkurtimisht nis loja për Dinamo Vitet që provojnë të ndërtojnë manovrën që ka prapavija e tyre. Ali shet dalin e Lora, një ideja mirë, por Vera pozicional. Një tjetër ndeshje e mirë e Verës, ndërkohë këtu shohim Kolën, kalim mjaft i mirë i Kolës, Ndreca për Zharmuni, ideja e mirë, por nuk arriti të vijë në kontrollin e topit Zharmuni.
Loran. Qartaku. Rufati gabon e dorëzon tek Selmani topin. Dhe 10 minuta, më pak se 10 minuta të mbetura, kur shohim Verën të ketë energji, pozicionohet linjën e djathtë, kërkon më njëherë topin, por nga Majta zhvendoset loja të kuqve. Ismaili. Për Gjoni, hynë mirë në zonë. Indër, hynë aty, Qefalia. Topi takon Dinamos në rivënie me duar. Nasser Ali. Loran. Provon për singun Vera. Devi Bregu. Këtë ndalesë e lojës. Ndërkohë që Tirana bëhet gati për ndrim. Ka probleme për kapitenin Përgjoni. Gatri Henry Marku për të hedhur në fushën e lojës. Do të marrë vendin e Smaçit, paktën nga që shënoi në tabelën e gjyqtarit katër, por gjithsesi duhet pritur nëse Përgjoni do të jetë në gjendje për të vijuar lojën, le të shkëmbë udhëzon pikërisht Henry Marku në lëvizjen e radhës tek skuadra e Tiranës. Do të largohet pikërisht Smaçi nga fusha e lojës në vendin e tij Marku. Një lëvizje në mes fushë, nuk ndryshon asgjë për sa i përket lojës. Marku pozicionohet në qendër, pozicion të cilën e mbante Smaçi deri në këtë moment, një tjetër ndeshje e mirë për Smaçin. Maliqi, mbrapa topi, Nasser Ali për Rufatin. Edhe një tjetër Maliqi, Jonuzi. Ali, Maliqi, Ali sërisht. Breku e dërgon tek Loran, mbërset dhe Lorenzo Villa. Për të shkon topi, Villa
Kola ndëryn, e rëmben topin drejt Jarmuni. Ndëryn Bregu nuk ka faul, provon dhe Ndreca të rifitoj topin, nuk ja del. Meksi. Vion qarkullimi i topit nga lojtarët e Dinamos. Në pritje Tirana dhe Jarmuni fiton këtë top. Jarmuni provon të kaloj vetë. Jarmuni shohim ka 11 metërsh, thot në këto momente ka 11 metërsh si pas vendimit të Florian Latës dhe Tirana ka mundësinë e golit të dytë, minuta 87. Është Ali i cili me sa duket ka mbetur dhe i dëmtuar kapiteni. Shohim Jarmuni pranë topit së bashku me Rafën, do të jetë të franceze që do të marrë përsipër. Jarmuni niset goditja në rrjet 0-2, minuta 87 shënon francezi. Tashmë duket se gjithçka përfunduar, kërkon me njerë ndrim Jarmuni pas golit. Goli 13 sezonal për Jarmuni. Edhe ai ndër të parët shënues të kampionatit. Tashmë gjërat edhe më të qeta për minutazhin e mbetur, janë shumë pak nga koha e rregullt, pa llogaritur dhe kohën shtesë. Gjithsesi për Tiranën do të jetë vendi i 8. Edhe një tjetër Jarmuni drejtohet zonës. Jarmuni në shtyllë ndalet topi, nuk preferoi të shërbente për Ndrecën, në shtyllën tjetër preferoi vetë goditjen dhe topi në shtyllën pingule u ndal. Sërisht lojtarët e Tiranës me topin zotrim.
këtu nuk ka faull në ndërhyrjen e Markut Ismaili. 3 minuta shtesë. Zharmuni. Zharmuni. Fillon festa tek tifozeria bardhë e blu. Tashmë fitoria duket e sigurt edhe pse ende nuk ka përfunduar, por shifra 2-0 i bëjnë ata të festojnë, ju jep të drejtë atyre të festojnë për rezultatin e kësaj përballje. Ka probleme për një nga lojtarët e Dinamos e ndalë lojën në këto çaste. Lata dhe kërkon me njërë ndihmën edhe të safit miksor. Gati Doçi. Ndërkohë Doçi do të marrë vendin e Maliqit, i cili e mbyll i dëmtuar. Luhet minuta e 3 të shtesës, të shohim se sa do të lejoj Lata të luhet. Soler. Selmani. Rinë me kokë aty. Vera më pas kontrollojnë lojtarët e Dinamos. Tashmë pritet vetëm sinjalizimi i Latës, i cili jep fund të kësaj përballje. Fiton 2-0 skuadra e Tiranës derbin me Dinamo. Vendosin golat e Zharmuni dhe Rafael. Në të 29 Rafael, në të 87 Zharmuni me penalti. Një fitore e cila Tiranën e pozicionon në vendin e 8 në tabelën e klasifikimit dhe tashmë në zonën play-out, ndërkohë që mbetet në vendin e 3 në krahun tjetër skuadra e Dinamos. Miq, gjithçka nga stadiumi Arena Ignate për këtë duel me Tiranën që ka ende shpresë për të qëndruar mes më të mirave të futbollit në vend për sezonin e ardhshëm, pasi do të luajë në play-out me një nga skuadrat e çiftit të kategorisë së parë, i cili do të mbyll play-offin e kategorisë së parë ditën e nesërme mes Besës dhe Pogradecit. Shpresoj të jeni kënaqur me këtë përballje. Ne do të shihemi dhe të dëgjohemi në transmetimet e tjera, ndërkohë në RTS Sport do të vi super gol me intervistat me trajnerët, por edhe me protagonistët. Bashkë mirë, do dëgjofshim në transmetimet e tjera.